Etër të dashur vëllezër dhe motra, sot në Ungjill, Zoti Krisht thot Ungjilli, që ngriti sytë dhe pa grigjen njerëzit që i vinin pas, dhe nuk i pa thjesht, po i pa me dhimbshuri, i erdhi keq, thot Ungjilli, se ishin si dele pa bari. Dhe ajo dhimbja e shpirtit të tij, të Krishtit ton, e bëri të theras apostujt, nxënësit e tij, dhe e bëri t'u jap atyre pushtetin që kishte vetë, si biri Perëndis, si Perëndi. U dha pushtetin të shërojnë sëmundje, të predikojnë, të nxjerrin demon, të mos rrezikojnë nga asgjë, dhe ata e morën këtë dhurat. Pse? Se u bashkuan me dhimbjen e Krishtit. Me atë dhimbje që kishte Krishti për grigjen e tij, u bashkuan dhe apostujt. Prandaj morën pjesë nga pushteti i Krishtit. Perëndia i krijoi të gjitha, dhe kur i krijoi të gjitha, ai ishte vetëm. S'kishte nevojë për ndihmën e asnjërit. Edhe ne kështu na krijoi. Por kur vjen ora e rikrijimit, e shpëtimit të shpirtit të njeriut, Perëndia nuk merr vetë merr iniciativën, po veprimin nuk e bën vetë, po kërkon bashkëpunëtor për shpëtimin e njeriut. Pse kërkon bashkëpunëtor? Sepse jemi qenie të lira, siç është ai, dhe që të jap ai fuqinë e tij për shpëtimin ton, duhet të marr vullnetin ton. Prandaj kërkon bashkëpunëtor. Këta janë apostujt, këta janë priftërinjt dhe kryepriftërinjt, që përbëjnë shtillat e kishës. Prandaj dhe i ligu, kur do të rrëzoj kishën, krijon përçarje midis grigjes dhe bariut, dhe i fut njeriut miza, që bariu s'është i mirë, ashtu si që i futi miza Evës, që Perëndia nuk është i mirë. Të njëjtën punë bën dhe të njëjtin motiv përsërit. Dhe ju duhet të dini diçka shumë të rëndësishme. Pushteti që jep Krishti te apostujt edhe te priftërinjt është i pavarur nga pastërtia e priftit. Duhet ta theksojmë, ta kuptoni, se Shëni Joan Gojarti thot, në qoftë se një leproz shpërndante flori, të gjithë do veni të mirnit, edhe pse do e merrnit nga duart e leprozit. Në qoftë se një prift është mëkatar, është llogaria e tij. Po atë pushtet që i ka dhënë Krishti, nga e cila merr ti pse e mohon? Pse i bashkon? Pra,
në kishë, dhe kisha, themeli kishës është priftëria. Dhe mos kujtoni që mund të shpëtoni pa pushtetin që ka prifti. Prifti ju pagzon, prifti lexon uratën, u shëron, prifti lutet për ju, prifti mban rregullin në kishë, prifti predikon, ashtu si që është me dobësitë e tia. Po të vesh të kërkosh nga prifti, si që do kërkoje nga Krishti, ashtu do ta marrësh, pavarësisht asaj që është prifti. Apostujt u shpërndan në tërë botë me atë dhëmshurinë e Krishtit dhe shpërndan flakën e Shpirtit të Shenjtë, se mrekullia më e madhe nuk është të ngjallet një i vdekur trupërisht, po mrekullia më e madhe është të ngjallet një i vdekur shpirtërisht. Dhe ngjallja e shpirtit vjen nga përullësia dhe pranimi i fuqisë së Krishtit nëpërmjet apostujve dhe priftërinjve. Dhe këtë lutemi sot në këtë festën e apostujve, të na ndriçojnë në këto kohë të vështira, të mos dalëm nga arka e Tij, po me përullësi, me bindjet ndaj kishës, me sigurinë që Krishti se braktis kishën, me atë siguri do ngelemi brenda dhe do i lutemi gjithmonë që mos të na lërë, po të na bekoj të vazhdojmë deri në fund të jetës. Amin.